mbrëm një tjetër serb u dëbua nga Kosova, Aleksandar S. nga Brezovica, pranë shtërpës i cili ishte i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë në Nishkabanj, njoftoi zyra për Kosovë dhe Metohi. Siç specifikohet, Aleksandar u ndalua dje pasdite në pikën kufitare General Janković, ku po kthehej në Kosovë nga Maqedonia Veriut, dhe gjatë natës sipas të njëjtit mekanizëm të përdorur nga Prishtina për 2 javët e fundit ai u dëbua nga Kosova dhe aktualisht ndodhet në Serbinë qendrore. Aleksandri është oficeri 11 i policisë serbe që u dëbua nga Kosova me urdhë të Albin Kurtit, theksohet në deklaratën e zyres. Generali në pension i FSK-s Kadri Kastrati tha se është qesharake që qeveria e Kosovës nuk e di se kush po ateston qëndrueshmërinë e urës kryesore mbi Ibër në Mitrovic. Kastrati kujton se qeveria kreu teste të ngjashme vitin e kaluar me pretendime se ura do të hapej për trafik, por se pas ndërhyrjes së NATO-s, Brukselit dhe KFOR-it ato aktivitete u pezulluan. Kastrati tha këtë në lidhje me deklaratën e ministres Artana Rizvanolli se gjoja nuk e di se kush po i kryen ato matje. Kuvendi i Kosovës nuk u konstitua as në përpjekjen e 37 sepse nuk pati votat e mjaftueshme të deputetëve për propozimin e vetëvendosjes për të votuar me votim të fshehtë kandidatën e kësaj partie për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiun. Pavarësisht kësaj, deputetja lëvizjes vetëvendosje fitore Pacolli pretendon se partia saj ka siguruar një numër të mjaftueshëm deputetësh për të formuar qeverinë, por refuzoi të zbulojë se me cilën parti opozitare u arrit marrëveshja. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, lidhur me deklaratën e djeshme të Albin Kurtit se opozita po e zgjat mandatin, tha se Kurti uzurpoi detyrën e kryeministrit. Mos i dëgjoni njerëzit që flasin pa asnjë fije inteligjence, tha Abdigjiku. Kurti tha dje se ka hyrë në tremujorin e 2 të vitit të 5 të mandatit të tij të plot, ndërsa çdo opozitë demokratike përpiqet të shkurtojë mandatin e qeverisë. Opozita e Kosovës po ja zgjat mandatin kësaj qeverie, tha Kurti. Para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës u mbajt një protestë organizatave të shoqërisë civile në lidhje me bllokimin e parlamentit dhe Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se Kuvendi i Kosovës është shndruar në një cirk demokracie, si theksonai se deputetët duket se janë të vetmit që nuk janë lodhur nga kriza politike dhe thot se është një shfaqje tragjikomike në të cilën çdo 48 orë antarët e Kuvendit mblidhen për disa minuta për marrin pagat e plota. Cakolli shton se as gjykata kushtetuese nuk mund ta zgjidhë këtë krizë sepse mungon vullneti politik. Alma Lama, eksperte për integrime europiane, vlerëson se Kosova përballet me 2 pengesa për të marrë këstin e parë të fondeve të premtuara nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Plani i rritjes është i kushtëzuar nga zbatimi i marrëveshjeve dhe ndërtimi i marrëdhënieve, por gjëja më e rëndësishme për momentin është se parlamenti nuk po funksionon, specifikoi Lama. Kurse Marko Mishkelin, bashkëpunëtori i Qendrës për Stabilitet Social, është i një mendimi të ngjashëm, i cili thotë se dinamika e shpërndarjes së fondeve nga plani i rritjes shoqërohet me mesazhe politike përkatëse. Njëra është se ata duan funksionalitet institucional dhe tjetra është se ata nuk tolerojnë më tensione dhe konfrontime në rritje të vazhdueshme. Analisti nga Shkupi, Petar Arsovski, thot se duke me huar këstin e parë, Komisioni Evropian i dërgoi një mesazh të qartë Kosovës se duhet të përshpejtojë prioritetin e reformave, ndërsa analisti ekonomik nga Tirana, Eduard Gjokutaj, thekë se Kosova ende nuk ka përfituar nga fondet e planit të rritjes, kryesisht për shkak të problemeve politike, por edhe sepse dokumentet përkatëse nuk janë miratuar.
Në Universitetin e Prishtinës me selinë e përkohshme në Mitrovicën e Veriut sot u promovuan 14 doktorat të reja, 2 doktor të shkencave historike, 3 doktor të shkencave filologjike, 3 doktor të inxhinierisë teknologjike, 1 doktor i inxhinierisë mekanike, 2 doktor të shkencave ekonomike dhe 1 doktor i shkencave sociologjike, shkencave mjekësore dhe inxhinierisë elektrike dhe shkencave kompjuterike. Rektori i Universitetit Nevojsh Arsic thotë se është jashtëzakonisht krenar për numrin e doktoraturës së re dhe fton të gjithë studentët e arshëm që të bëhen pjesë e Universitetit të Mitrovicës së Kosovës. Moti nesër do të jetë me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë me erë të dop ose të lehtë jugore, mot shumë më i këndshëm pritet të premten me erë të shtuar dhe rreshje të rralla lokale me bubullima. Temperatura mëngjesit nesër do të jetë nga 14 deri në 24, kurse ajo maksimale e ditës nga 35 deri në 39 gradë Celsius.